Vendimi i fundit, pauza mes pjesës parë dhe dytë në finale, do të shkojë deri në 28 minuta ose deri në 30. Për shkak të performancës që do të kenë artist të njohur botëror. Për herë të parë, ndoshta. Shakira po? Apo ka kompilim më shumë? Ishin 3-4 artistë po momentin po kanë me performu, sikur Super Bowl që është organizuar Amerika. A është mirë kjo apo i shikueshmërisë edhe që e thash lojë shumë mirë. Për nivelin e ndeshjes, a është mirë, a uli ritmin e ndeshjes kjo pauza 30 minutë për futbollistët? Teknikisht me kohë shumë problematike. Unë kisha një pyetje për këtë 30 minutë. Se 30 minutë më gjatë. A do të ketë kampionati botror, finale kampionatit botror më shumë reklama se kampionat botror këtu? Ja, veç një kemi të përbashkët. Një kemi të përbashkët, kush dra? Një kemi të përbashkët. Chipsin Lay's e kemi edhe këto në Amerikë. Si kishte? Chipsin Lay's. Në kupën e botës. Teknikisht ka mund me kohë problematike. Për shkak se një lojtar që ka luajtur 45 minuta, plus atë shtesën që po japë. Edhe pushon 30 minuta, kjo mund me kohë problematike, mas 30 minuta më kthy, është ndoshta si mja filluar ndeshin edhe për fillimin derisa fillojmë të është e vështirë në çita aspekt. Ka mundësi që ata përshkaktojnë profesionistë e ka analizuar, domethënë këtë pjesën e spektaklit që me zgjat më shumë kjo finalja spektakli finales, edhe e ka analizuar edhe me pjesën e lojtarëve, a ju shkon të losh ajo. Tash teknikisht nuk e dim, po mendoj që mundet me kon problematike. Ndoshta kanë bërë vetëm kësaj here si test me edhe tani shihet në tardhmen e vazhdojnë ajo. Besoj që edhe futbollistët gjatë performancës rrin gati të sigurisht, ata janë profesionistë, ata dinë çfarë ç'është do të tek. Ma është problem. Po, është problem 30 minuta është shkutje e madhe. Shkutje e madhe, 15 minuta. Shfrytëzojnë kohën zyrtore për basket. Unë në basket për shkak të shumë jam punë i suksesshëm kur s'kom pushu, se kur ja kom nis me pushu. Si kom pushu, kom mobiloja.